Tash nëse shohim rangimin e Kosovës krahasu me vendet e rajonit, sidomos Shqipërinë dhe Serbinë që po merren si çështje të krahasimit në Kosovë. Unë mendoj që së pari më shqetësuese në rastin e Kosovës duhet ishte vetë rangimi se sa krahasimi me vendet e tjera, cilat do qufshin ato në këtë situatë edhe me Serbinë. Por përtej saj, unë mendoj që këtu, nëse i përmenëm disa prej fakteve, është kogja sfiduese mënyra se si gazetarët kanë punu në vitin e fundit. Kujtojmë që përveç që kemi pas sulme fizike ndaj gazetarëve, kemi pas në vazhdimsi sulme verbale, kemi pa qytetarë të cilët janë duke u procedu në gjykatat e Kosovës për shkak të gjuhës së urrëties dhe kërcënimeve që kanë bën në rrjetet sociale ndaj gazetarëve, dhe ky numër fatkeqësisht është duke u rrit. Dhe po ashtu kemi pas raste ku qeveria e Kosovës përmes ligjit për Komisionin për Media ka tentuar me ndryshu komplet mënyrën se si është organizuar, se arkitektura, se si është ruajtur, le të themi për vite, liria e shprehjes në rastin e Kosovës. Tutje, çfarë është e rëndësishme, na kemi pas gazetarë të cilit i është gjetë një përgjusë në vetur, që asnjëherë më herët në Kosovë nuk ka bova ki. Masej, kemi... RTK-ja, ka qenë edhe subjekt i... Po, kemi edhe RTK-n, e cila nuk është se edhe nga qeverit tjera televizioni publik është përdorur për përhapjet propagandës, mirë me vesh. Por RTK-ja, gjatë kësaj periudhe për të thënë po folim, është hera parë kur është përdorur kundër mediave tjera. E kjo paraqet një risi në rastin se si është trajtu televizioni publik në këtë situatë. Këto janë vetëm disa prej çështjeve që unë besoj që e kanë rangu Kosovën keq. Tash, unë në mes të një gazetari që ka jetu dhe punu në Kosovë gjatë vitit 2024 dhe ka dhënë përgjigje për reporterët pa kufi në pyetësurin e tyre, edhe një politikani që flet për lirinë e gazetarit, unë më shumë jam i prirur t'i besoj gazetarit, për faktin se këtu po flasim për lirinë e medias, për lirinë e gazetarëve, jo për atë se si politikanët e shohin lirinë e gazetarëve, sepse kjo ka një dallim është sikur të më pyesësh mua si e shohun lirinë e politikanëve në Kosovë, ose le të themi pagën e politikanëve në Kosovë dhe t'i pyetës politikanët. Çfarë mendojnë ata për të hyrat që i kanë, a janë të mjaftueshme, as janë të mjaftueshme. Është e njëjta gjë. Prandaj, nëse flasim për këtë rangim, unë mendoj që është shqetësues në rastin e Kosovës, sot na kemi pa një gatishmëri që është për mua shumë e rëndësishme, të asociacionit gazetarëve të Kosovës, i cili ka bërë thirrje me u themelu një trup nacionale në përmirësimin e këtij rangimi, me deklarimet publike që i pashtë zotit Rexha që është kryetari i bordit. Vetë për te i kësaj pastaj Gjomal Rexha u sulmua, le të themi, pothuajse nga shumë deputet dhe për këtë gjëpatje dhe reagime edhe europiane. Unë besoj që pa drejtësisht u sulmua, sepse në deklarimin e tij zoti Rexha u shfaq po ashtu i shqetësuar për rangimin e Kosovës në këtë nivel të lirisë së shprehjes dhe ofroi gjithë kapacitetet e organizatës që udhëheq në shërbim të institucioneve që të bëjnë hapat e duhur për të përmirësuar gjendjen e lirisë së shprehjes në Kosovë. Prandaj, tu e pas parasysh këtë gatishmëri të shprehur në mënyrë publike, unë mendoj që sulmi më pastajshëm që u bë zotit Rexha është absolutisht i pavend. Mirë, ty plus se besoj është mirë t'i shushitim ca gjëra këtu në këtë raportin nga njerë kompleks mes medias dhe pushtetit sidomos. Tani në çdo herë kur dalin kësi lloje raportesh, vijnë nga pushteti në pikpyetje hartusit, por për te kësaj diskutohet se sa ka pas fjala fake news, dezinformata, që nuk është se nuk kanë ekzistuar këto vite, kjo është e vërtet. Por si antipoda, mund t'i përdorësh pikërisht në një rast të tillë? Në fakt, nëse shohim atë se kush gjeneron dezinformata në Kosovë, gjenerojnë kryesisht faqe të cilat nuk kanë